Përshëndetje, a është edhe në shitje banesa? Okej, sa kushton metër katrori? 2.000 euro, a? Po kur pritet të mbaroj ndërtimi? Ku more? O zotë runa, lere që i kam po qytetet si kutia betoni, pas një plan për të ardhmen, ndërtesat po mbin si këpurdha pas shiut, çmimet si me ble, ku e di në çfarë vendi atraktiv, pas standardet elementare more nuk i plotësojnë, çfarë kanë punëtorët e ndershëm që ju zin koka në majtë e skeles, për asnjë mas sigurie, e që bukën e familjes e paguajnë me jetën e vet. Më duket si një lojë shumë e egër kjo mes investitorëve, shtetit e kush tjetër aty që merr pjesë nuk e di, për të pasuru sa më shumë sa më shpejt, e ku mbetën hapësirat e gjelbra dhe këndët të lojrave për fëmijë. Si erdhi puna me zaftimin e rrugëve që të mos mund të kaloj as ndihma e shpejt e as zjarr fiksi. Unë jam Teuta, ky është Troç. Troç me arkitektin Besian Mehmeti. Kënaqësi që është sot për të folur për këtë temë që besoj gjithë shtëpiat e kanë temë në sofer, në ato kohën e tyre të lirë. Mirë se ke ardhur. Është vërtet. Faleminderit për ftesën. Shkënaqësi të jem këtu. Do ndalemi te aktualiteti, te ai lajmi që na tronditi, po nuk është i vetmi për fat të keq, lajmi i tragjedisë që njeriu punëtori i ndërtimit humbi jetën duke rënë nga skelja apo jo. Pse ka ndodhur rasti konkret, pse po ndodhin tragjedi të këtilla në vendin ton, është dikush që i kontrollon, edhe si është përgjigjja jote bashkë konkrete? Nuk është se jam shumë i njoftuar me detajet e atij rasti aty, po kështu në aspekt ligjor, këto gjëra janë relativisht mirë t'rregulluara, se si duhet funksionojë një kantier. Ligjen e kemi shumë të mirë. Ajo që mungon, si në shumë raste tjera, është ajo law enforcement që thonë në anglisht apo. Kështu që edhe në këtë rast, si duket bëhet fjalë për një lëshim të atill, është papërgjegjësi në gjatë organizimit, besoj të kantierit, mënyrën se si kanë shku, besoj punët aty. Domethënë përgjithësia më shumë ti po thu që është investitori, të ndërtuesi. Ka kështu procedura dhe protokole se si rregullohen ato punë. Përgjegjësi mbajnë të gjithë këto aktorët që janë pjesë përbërëse atij procesi të ndërtimit. Realisht po, duke filluar prej investitorit te firma e ndërtimit, sigurisht edhe te punëtori. Sigurisht edhe vetë te punonjësit individual, me që siç thash janë të rregulluar me si me ligjin e ndërtimit, ashtu edhe me disa standarde dhe normative se si duhet të zhvillohet ndërtimi, po fakti që mbase edhe mungojnë kontrole të palajmëruara në teren, vjen edhe deri te ajo që të çalojnë në përmbushjen e këtyre standardeve. Donjëherë do mbetemi ende te tragjedia, se donjëherë na duket ma alarmante situata në vend, pasi kemi lajmet më afër edhe i marrim lajmet. Ti si arkitekt me siguri informohesh edhe sheh edhe për tragjedi edhe jashtë ose për lëndime të punonjësve të ndërtimit. Ndodh shpesh, është një gjë që ndodh në terren? Kështu, për fat të keq, te ne ende nuk është se vlerësohet jeta aq sa duhet të vlerësohet, edhe sa që e shohun që vlerësohet në kantiere tjera, me që kam pas rastin edhe të vizitoj edhe të udhtoj jashtë shtetit. Përsëri po them, ka përjashtime, edhe këtu ka kantiere që janë mirë të organizuara, që i përmbahen edhe i përmbushin ato protokollet që i përmenda më herët, po ajo që thash, është shumë e rëndësishme është që të vlerësohet jeta dhe të respektohet punëtori. Pikrisht. Këto sigurisht që kanë edhe një koston e vet. Po aty është arsyeja se neglizhohet, besoj. Pikrisht, po, me që ka për të përmbushur këto standarde si thash, kanë një koston e vet edhe ata. Dhe sigurisht ja shtojnë koston ndërtimit.
Po shikoj, jeta është priceless, pa çmim, por ja që ndodh. Dhe këtë desha ta shtoj që në përsëri të ndërlidhem atyre ligjeve dhe rregulloreve që janë valide edhe në shtetin ton, do të thonë në kantiere çdo herë përcaktohet edhe një person teknik apostafat krahas mbikëqyrësit që merret vetëm me sigurinë e kantierit ndërtimit dhe sigurinë e të gjithë personave që gjenden aty. Te ne kush merret me këtë? Jo, thash, ka personi apostafat që përcaktohet edhe është thua që e plotsojnë, e punësojnë atë rol të ne, e praktikojnë? E praktikojnë. Pra po them, ka sigurisht që ka përjashtime, nuk janë të gjithë njësoj, po desha them që është e parapame, ka një person i cili duhet merret vetëm me atë punë. Nuk është se duhet të jetë ai arkitekt, nuk është se është duhet të jetë i sferës ose të jetë i kyçur në pjesën e projektimit, atë që bëjmë ne, është një gjë komplet e veçantë, por janë të rregulluara këto punë. Okej. Fakti që nuk plotësohen Qa lën aty te kultura, që na qalon edhe çdo sferë tjetër, fatkeqësisht. Besian kur i shohim skelat tona të improvizuara, më ze frika edhe mua që nuk jam e sferës, por kur të shohësh ato drasat, ato telat, ato të kalburat, të oksiduara, të gjitha materialet që përdoren lëvizin, asnjë masë mbrojtëse për punëtorët, ku e di, ma merr mendja ndonjë litar, ndonjë lidhse, ndonjë kapse për punëtorin që ka hyrë në kat të kush e di sat, nuk të ze frika kur ishe, sinqerisht. Ele më të hypish aty, se di, po njerëzit ndoshta kanë nevojë ta ushqejnë familjen edhe pastaj e paguajnë me jetë gjithë këtë. Sigurisht, edhe unë kam pa raste, megjithse janë më të rralla ku duket me një sy të dikujt që nuk është e sferës, që nuk është në mënyrë profesionale e montuar. Megjithatë, përsëri edhe këtu kisha thënë që edhe ajo çështje, edhe ajo punë është e rregulluar, edhe me rregullore, po edhe me ligjin e ndërtimit. Si duhet të jetë sipas rregullores, sipas ligjit, skela për shembull e kurit, e drurit, si duhet të duket? A duhet me patjetër të ketë një kapse lidhse për punëtorin? Absolutisht, ka një, pra po them, ka një protokoll se si rregullohen këto punë, edhe se si duhet bëhet montimi i skeleve, dhe ato skele duhet të certifikohen nga persona të caktuar. A ka inspektorate shtetërore të ne, dikush merret me këtë punë? Ka nivele të përgjegjësisë, edhe në këtë drejtim, edhe, domethënë, pra po them, në shumicën e rasteve, spaku unë ku kam pas punë, kanë qenë të rregulluara këto punë. Por thash, ndodh diku që sigurisht që nuk plotësohen. Improvizojnë. Nuk ka raste ku nuk ka edhe parametra tjerë basi puna e, nuk e di, lejes ndërtimit, leje më këto standarde tjerë. Inspektoratët tani dalin në teren zakonisht pasi ndodh tragjedia, se ndoshta se di, shumë ndërtime, shumë ngarkesë, nuk kemi edhe aty ekip të mjaftueshëm siç s'ka në çdo institucion. Si mund të bëhet presion investitorëve që të mos i trajtojnë punëtorët si vegla, ashtu si thamë si më herët, dhe si mënyrë që të pasurohen vetë sa më shumë, në fund të ditës dikush tjetër ta paguaj bukën me jetën e tyre. Kjo çështja e këtyre inspektimeve sigurisht që tha dhe ti ka të bëjmë me personelin që duhet t'i kenë inspektoratet, komunat, organet që janë kompetente për të mbikëqyrë dhe për të kujdes për mbarvajtjen e procesit ndërtimit. Edhe mu më ka ndodhur, më ka rastis që bisedoj me persona të caktuar edhe po këtë e shprehin si problematike, ashtu siç e shprehin problematike edhe në sfera tjera, qoftë në ndërtim ku faktori njeri, si duket kohëve të fundit, është bë vetëm vegël. Është bë vegël, po edhe është problematike edhe është një çështje për tu siguruar fillimisht, se nuk është se edhe kemi profesionistë si duket mjaftueshëm që të jenë
që ti përmbushim gjitha këto institucione dhe mund ta bëjmë punën ashtu siç duhet. Fatkeqësisht. Të dalim tani te ilegalja. Ndërtimet ilegale, ashtu siç përmendëm shumë pak që po ndodh shpesh që një godinë gjigante që po ndërtohet në mënyrë shumë publike në mes të qytetit. Asnjë nuk pyet a ka legalizim për ndërtim ose kush po ndërton ose ku e ka dokumentacionin. Derisa apo përfundon edhe shitet e kështu me radh, po kalon shumë lehtë besoj investitorët sa i përket nëse kanë të njohshëm normalisht, nëse kanë rrugë për të kaluar. Legalizimi ndërtimeve pa leje për €1, që është edhe një temë tjetër, u shit si ndihmë sociale, por legalizoi pallatet të tëra mbi hapësira publike. A është ky kapitullimi i urbanizmit përballë biznesit dhe votave publike? Ky ligji për legalizim ka qenë aktual në kohën kur atëherë unë isha në fillimet e mia, duhet kishte qenë 2010-2011, ku tani nuk e di se si është konceptuar në atë kohë, me shumë gjasa ka qenë, kisha thënë më shumë një instrument për të qetësu masën në nivelin e këtë që tha dhe ti aspektin social të ndërtimit, me që është evidente që ka shumë shtëpi individuale, po edhe disa ndërtime në kuadër të shtëpive ekzistuese që për arsye të caktuara kanë kërkuar nevojë që të formalizohen edhe legalizohen. Po mirë, për qytetarin e thjesht super. Po ka kjo rast tani keq përdoret nga investitorët e mëdhenj. Ashtu, sigurisht që është evidente që ai ligj, dikush atë ligj e ka manipuluar. Për interesa personale. Ashtu edhe kanë ndodhur këto që kanë ndodhur. Domethënë, desha them që mbase atë qëllimin e ka pas, nuk e di, ndoshta edhe të mirë, fisnik, po tani pas sa i bie 10-15 viteve, tani i shohim ata pasojat nga ai ligj ku edhe sot e kësaj dite qoftë ne si arkitekt, po edhe urbanistët edhe institucionet në përgjithësi e shoh që pësojnë në urbanizimin e qyteteve, qoftë këtu në kryeqytet, po edhe në për qytetet tjera. Mbase aq më shumë edhe në për qytetet tjera, kisha thënë. Po besoj që ky ligj thelloi edhe më shumë planin e keq urbanistik që e kemi. Po, është e vërtetë. Atë edhe thash, domethënë, tani pasi që janë legalizuar ata objekte, thash sigurisht edhe këtu ka përjashtime. Ka përjashtime edhe këtu. Ka pas objekte që vërtet është dashur që gjendet një formë zyrtare oficiale që të legalizohen. Është interesante që ka dhe shumë institucione shtetërore, objekte institucioneve shtetërore që nuk kanë qenë të legalizuar. Edhe nëpërmjet këtij ligji ata kanë marrë statusin formal. Ja, ku është arsyeja pse pas ka mirë ato ligji? Mbase. Një prej arsyeve. Po tani din cili institucion nuk ka. Unë e di, domethënë nuk është se kam ose është një sekret publik. Nëse nuk është se kam unë dëshmi, po kam dëgjuar që ka institucione të caktuara. Shif, edhe mund të kishte ndodhur kjo, me që në kohën e ish Jugosllavisë, mënyra se si janë ndërtuar disa nga këta institucione është bën atë mënyrë që nuk është se janë formalizuar këto çështje. Edhe me që i bie për shembull, nuk e di, një institucion që i jep leje, duhet të japë leje vetvetes. Diçka në këtë kuptim, se mund ta banalizoj pak. Okej, të qartë kemi atë. Po. Kështu që po, i bie që mos kishte pas kështu, ti them, ndoshta jo leje ndërtimi, po në fund duhet ai objekt të regjistrohet katastër. Ashtu se te mapa oficiale se ekziston, a? Ashtu. Shumë interesant, super. Si lajm. Obviously si mund të flasim për planifikim të
qyteteve kur ato planet detaje ose DOP si quhen oficialisht ndryshohen brenda natës për ta favorizuar njërin ose tjetrin investitor. Këto planet detale ose përpilimi i projekteve urbanistike në përgjithësi është një proces më i gjatë. Edhe sikur të favorizoj dikën që edhe ndodh rasti ndonjëherë, në atë me që unë personalisht nuk është se punoj këtë sferë, jemi ne apo arkitekt, projektues, nuk vjen projekte urbanistike, po e shoh që është një proces i gjatë. Pra po them, edhe po ta favorizoj dikën, është një proces edhe kalon filtra të ndryshëm derisa të vi puna të aprovohet. Okej, ndodh që ndonjë plan është më i shpejt, ndonjë është më i ngadalt, aprovimi, gjithmonë flasim, po realisht është një proces i gjatë, edhe fakti që aty janë të kyçura më shumë palë, di ndonjëherë edhe të zvaritet dhe jo rastësisht shumë prej pjesëve bile edhe urbane të qyteteve tona nuk kanë plane detale urbanistike. Edhe rrjedhimisht nuk mund të bëhet nuk mund të kryen ndërtime të ato. Përsëri edhe këtu të ndërlidhem asaj paraprakisht që bisedum për ndërtimet pa leje dhe ndodh që edhe qytetar me hallet e veta në pamundësinë për të ndërtu në mënyrë legale bëjnë edhe shkelje të planit detale edhe në fakt edhe ligjit edhe bëjnë ndërtime pa leje. Edhe gjithë këto ndërtime pa leje pastaj e kanë shkaktuar këtë kaosin se ndoshta nuk është aq i dëmshëm kur të marrim një rast. Ama janë shumë raste. Çdo shtëpi e ka një mbikulm përsipër kështu të ri që është e dyshim janë të shumta ato raste. A e ka kërkuar lejen për ta rrisë edhe pak, për ta ngritë edhe pak shtëpinë ose për ta bë një balkon ose kështu me radhë, që duhet të kërkohet leje për çdo ndryshim të ndërtimit apo jo. Prandaj besoj jemi në këtë drejgje kur thon populli me planet tona urbanistike që siç tham kaos i plot, sidomos për përshtypjen time Shkupi Tetova është duke lulëzuar momentalisht me beton. Ka një, është e vërtet që edhe në Shkup, po kohëve të fundit edhe në Tetov ka një hof zhvillimi që sigurisht është si rrjedhoj e besoj edhe kërkesave të tregut. Jo çdo herë, domethënë këto zhvillime në fakt urbane janë sigurisht që ata janë edhe të rregulluara, nuk është se mund bëhen këto ndërtime të mëdhaja dhe pa u rregulluar, po. Po a të duket ty si arkitekt bukur, e planifikuar, njerëzore, etike për jetë të jetojsh në një qytet si Shkupi dhe Tetova sa i përket betonit. Domethënë jemi në një vend ku me vërtet të ze malli, të shohësh një park, një gjelbërim, edhe të marrësh pak ajër të pastër. Është një temë goxha e gjerë, po do të mundohem kështu ta strukturoj pak. Fillimisht qoftë Shkupi, pa sigurisht edhe Tetova, nuk është se janë edhe qytete shumë të mëdha dhe të kemi atë problemin e kaosit urban që i referohemi. Ka qytete që, shumë Mexico City, nuk e di nëse e dini, po ajo rritet për 30.000 banor brenda një muaji. Dhe kontrollimi një zhvillimit të tillë sigurisht është sfiduese, ndërkohë që duket shumë mirë me u krahasu me Mexico City. Okej, si shembull që është një prej qyteteve që është në zhvillim të krahasohemi me Zvicrën. Kishim një rast të një konferencë, ishte edhe workshop ajo në Tetov konkretisht për zhvillimin urban të Tetovës. Edhe ndër të tjerët ishte edhe një arkitekt anglez i cili ishte thirrur si ekspert për të dhënë këndvështrimin e tij, mendimin e tij për zhvillimin e Tetovës, edhe
E dini, ne përveç të tjerëve, aty ishin pjesëtar edhe përveç arkitektëve ishin edhe qytetar të rëndomt. Dhe Çfarë tha, si duket? Këndvështrimi jonë sigurisht që ishte se kemi kaos, do të rregullohet, do të Ati ju duk shumë bukur, a? Dhe shumë qetë tha jeni? Në vërtet, është e vërtet se ai vinte me një background përvoje që nga, nuk e di unë, Singapuri deri në këtë, edhe ai kishte punu në Mexico City dhe tha që ajo që mungon te zhvillimi i qyteteve tona ishte ajo që e thash edhe më herët, ajo zbatimi i ligjit, ose ai tha law enforcement. Përndryshe strukturimi edhe vendosja e atyre vijave të përgjithshme të qytetit realisht që veçanërisht në Shkup sigurisht, po edhe në Tetov është evidente që ekziston një rend i vendosjes së qoftë lagjeve, qoftë pjesëve që janë për biznes, pas atyre zonave industriale, zonave për rekreime, kështu me radhë, dhe duhet pak disa lëvizje ose disa intervenime. Shembje. Mbase ndoshta edhe shembje, intervenime të dukshme që të qetësohet, të stabilizohet ajo jeta e qytetit. Se mua ndonjëherë më duket që duhet të rënojmë gjithçka një bagë. Kjo ishte edhe i reagimi i pjesëmarrësve aty dhe kundërreagimi i këtij arkitekti anglez ishte kjo që nuk është nuk është ajo përgjigje, po përgjigje është në gjetjen e zgjidhjeve, në disa lëvizje të vogla duhet bëhen që të stabilizohet dhe sistemohet zhvillimi urban. Ai ishte konkretisht flisnim apo për Tetovën, po kisha thënë e njëjta do të kishte vlejtë edhe për qytete tjera. Po. Tetova është pas Shkupit besoj në zhvillim, kështu që në këto qytete tona, e shoh edhe në Shkup, po edhe në Tetovë janë në fazë të përpilimit atij plani që quhet plani general urbanistik që ka të bëjë me zhvillimin e qyteteve. Po edhe në komunikim që kam këtu në Shkup, edhe në Tetov, e shoh që po fokusohemi shumë në atë pjesën teknike të zhvillimit të qytetit. Po ne ashtu kemi qejf. Sa ka investuar, sa do fitoj, sa do të shese, me sa të qese qarin, e dinë shqiptarët me njëri qesin me sapin. Okej, ajo po edhe aspektit teknike se si do duhet të zbatohet në bazë të rregulloreve dhe ligjeve prej planit gjeneral në planet detale kështu me radhë, po ajo që fillimisht duhet të definohet është një vizion i përgjithshëm se çfarë duam të arrijmë me zhvillimin e qytetit, në kuptimin në çfarë si duam ne ta shohim qytetin. Konkretisht përmendet që na mungojnë hapësira gjelbra, hapësira publike, edhe si të vim deri te kjo. Unë kisha rastin të shpaloj disa ide të mia në lidhje me zhvillimet urbane në një nga këto 8 konferencat, edhe si shembull e pa ta marrë edhe Tetovën, ku brenda qytetit është e vështirë gjendet një sipërfaqe më e madhe për të bërë një park i madh i qytetit, por sigurisht që ekziston mundësia që të bëhet ndërtesa të gjelbërta, ishte kjo ide. Okej, po sigurisht edhe ajo, po edhe në mënyrë akupunkturale të mbillen ose të gjenden hapësira të lira dhe të bëhen parqe të vogla. Nuk është se duhet të jenë parqe të mëdha. Mjafton edhe kjo besoj. Me qëllimin që çdo qytetar që të mundet domethënë në distancë prej 5 minutave të arrijë deri te një park i atij. Edhe kjo është e mundshme. Sigurisht që është e mundshme. Po thash, duhet të kemi një vullnet dhe dëshirë për ta arritur. Duhet ta kemi fillimisht një vizion. E kam një pyetje tani më kujtua, se shumë jam duke u menduar se çfarë është ideja e autorit në Tetov, te Boris Kidriç, që u bë rregullimi i rrugës me 2 kahje, e ke parasysh ku? Çdo jetë ajo në mes. Park? Të them drejtën, e shoh që edhe unë e shoh që është duke u punu, po nuk e kam pa projektin.
Nuk e ke pa projektin? Po njëre pa ta kërku edhe në komunë, mbase në fakt në webfaqen Si e ta merr komunës. mendja kështu si Po, profesionist? Çdo jetë. me atë që kam dëgju, ideja është që këmsorët vendosen në mes, Aha. ndërkohë që anësh t'jenë këto kursitë e automjeteve. Aha, do me thonë do jetë një shëtitore. Ashtu i bie, po, si shëtitore. E betonuar. Po, Nuk e di, detajet nuk ja di nëse është e betonuar ose është me siguri pllaka. po, ashtu, me pllaka të betonit. Nuk e di, po ndoshta. Nëse, po mirë, okay, shtetitore, parafërsisht, kam dëgjuar edhe unë këtë. Po edhe te këto punë, domethënë ekzistojnë detaje dhe finesa që e bëjnë t'jetë sa më gjelbër. Nuk ka nevojë të jetë tëra me për qytetarët, t'jetë, domethënë, nëse theksi vendohet në gjelbrimin e qytetit, me që thash tema e kësaj e këtij prezantimi, kësaj ligjërate që e pata në TET ishte me se si mund të arrijmë deri te kthimi i gjelbrimit në ambientet urbane. Kështu një prej siç thash një prej mënyrave është edhe kjo. Ndërmjet inkorporimi atyre akupunkturale, them, i atyre domethënë oazave të gjelbra që sigurisht që do t'i kishim dhënë një frym të re dhe një freski qytetit. Patjetër, nëse s'kemi mundësi një park të madh që do jetë Central Park, vetëm në ëndër, mund të kemi vende të vogla që përsërit të bëjnë të veten me vërtet. Mirë, tani ndrojmë krejt temë, shkojmë në fakt do rrim te ndërtesat, po do shkojmë te çmimet. Ka shumë banesa që janë ndërtuar tani, ndërtesa, godina, sa ke kaluar sot në një rrugic, nuk ka asgjë, pas një javë kalo, u ka vendos skelja aty, ka mbi një banesë e re, mendoj që, sipas mendimit tim, mendoj që shumë ka marrë hof, nuk e di a është kaq shumë kërkesa sa që po ofrohet, po besoj që do më tregosh ti si profesionist, edhe e ke tregun pak a shumë parasysh, më duket pak edhe si agresive kjo oferta, shumë, sikur janë qupesh krejt, hajde se u shtrejntu metër katrorje, po ndërtojmë krejt e po pasuromi krejt në kurisë të qytetarëve. Si të duket si është tregova bëna nervoz. Duhet ta pranoj që nuk është se jam ekspert i kësaj pune, me që ka të bëj pak edhe me ekonomi. E vërtet. Po. E vërtet. Por fakti që ndërtohet kaq shumë, sigurisht që edhe kërkesa mbase është e madhe që Shite ne nuk ka një analizë konkrete as për gjëjat bazike, për shembull sa të sëmur ka nga X sëmundja dhe sa ilaçe të sjellim. Nuk ka një listë të tillë, një statistikë të tillë, e jo më për gjërat më ashtu. Besoj që nuk është shumë saktë. Në nivel instituti statistikor, unë e di, kam përshtypjen se ata bëjnë mbledhin statistikat të këtilla. Për shembull, çdo projekt ne që e punojmë, që me të cilin sigurisht aplikojmë për leje, shkohet edhe në institutin statistikor, shkojnë këto dhëna. Kështu që ata duhet kishin duhet kishin bilet, duhet kenë një dhëna të sakta se sa ndërtohet edhe sa. Se ka një ranë, po ankohemi që po migrojnë të gjithë të rinë, që s'ka njerëz, që s'ka punëtor, po vinë njerëz në mërgim në Maqedoni nga lindja e kështu me radhë. Kush i blen ato banesa? Kështu, jo detyrimisht se i blejnë ata që vendasit ose si thonin rezident, që janë që qëndrojnë. Ne kemi diasporë të fuqishme, edhe ata besoj se janë disa nga ata shitësi, nga blerësit e këtyre banesave, po ka dhe tani po ndëgjoj që vinë edhe investitor të huaj që na shohin neve si vend me potencial të madh zhvillimi. Bile kemi pas edhe ne disa investitor të huaj që them për çudi tonën e shohin si vend me shumë mundësi. Sigurisht këtu ne jemi mbase bashkë edhe me Shqipërinë edhe Kosovën, si vende që janë po ashtu mbase ndoshta edhe me zhvillim edhe më të hofshëm se këtu te ne. Po ato kanë sigurisht që
me sy duket që kanë zhvillim më të madh dhe Shqipëria ka detin, normalisht që ka kapacitet dhe potencial më shumë se ne. Po, okay, mirë. Kur na sheh njëri me potencial, Po. da, të na bëhet qefi. Shiko. Është interesante se edhe në, nuk e di, Londër, në New York, edhe atje ka një ti them një frymë e këtill ku këto qytetarët lokal ankohen se çmimet kanë shku lart, ndërkohë që gjitha banesat janë boshe. Do të thonë blihen atje blihen nga qoftë nga turist, individ, qoftë nga turist, po qoftë edhe nga investitorë të cilët vinë nga vende të ndryshme, kryesisht për shembull Londër, thuhet, për Londër ashtu jepen në Airbnb e kështu se është normalisht, është Londër. Po mirë. Ku të bëhet shku për Londër? Që ai trend avash vjen edhe te ne, mbase në formë pak më të ndryshe se në Londër dhe New York. Sigurisht. Po trendet janë të tilla, fillimisht ndodhin atje, mandej dal nga dal, zbresin edhe këndetën. Okej, qartë. Për shembull, do t'i ndërlidhem edhe zhvillimit në Tetov. Për shembull, në Shkup, ky hov ishte diçka më i hershëm, mbase filloi diçka më herët. Nëse mund të them para pandemisë, pas pandemisë. Ndërkohë që në qytete si Tetova, po diçka ndoshta edhe në Dibër, ka 2-3 vitet e fundit që e marrë, ndërkohë që edhe Manastiri është duke u ndërtuar shumë tani. Po. Isha para disa ditëve pash që ka një zhvillim të hovshëm. Të shohim kush do t'i blej atje. Nëse, edhe një gjë që më kështu më nervozon. Jo, më nervozon, po më shqetëson edhe e shoh kështu si me sy kritik, është që në për shpallje të ndryshme, agjenci të ndryshme, po i shesin banesat si luksoze, kur banesë ndërtesa, godina është shumë mesatare. Me materiale normale ndërtuar, buzë rrugës, aty trafiku, zhurma, pluhuri, edhe ja ka vënë emrin residence, park line, kujtiun e që river, bla bla. Nuk është ajo, filli që ti vërtet do kënaqesh me pamjen e qytetit, ose do kënaqesh me pastërtinë e lumit, me ajrin, me pamjen nga vot në kështu me radhë, është shumë mesatare dhe nuk bën pazar aq sa ata dojnë me evusieshe. Kështu, fakti që ka ndërtesa me boll, besoj që edhe do ta filtroj tregun në kuptimin e pikërisht kësaj, do të filtrohet cili është dhe kush mesatar. Vetë tregu do ta filtroj atë kush çfarë çmimi do të ketë. Gjithë thuan për të vetën që është më e mira. Mirë, po përsëri tregu është ai që do ta filtroj, edhe unë këtë drejtim e shoh. Edhe ky ndërtimi, të them, i bollshëm ka mbase një anë pozitive në gjithë këtë trendin e rritjes çmimeve, se disa banesa mbase edhe nuk e kanë çmimin ashtu apo si proklamohen, ndërkohë që ka disa banesa të tjera që pse jo, për arsye të ndryshme ose për qoftë për kontekstin ku ndërtohen ose cilësinë të cilën e kanë, mbase ndoshta edhe mund të rivlerësohen. Po duket kohës së fundit ka pas kështu një iniciativë të tillë, do flasim tani konkretisht për këto, për çmimet. E pash një listë oficiale nga ministria, më duket, nuk e di ku e pash, nëse është oficiale, se sa shkon metër katrori në Shkup, në Tetov dhe në qytete të tjera, më shtrenjtë është normalisht në Shkup dhe në Tetov, që silleshin diku prej tash ka edhe për 800 euro metër katrori, ama kush e di ku është në periferi dhe kush e çfarë gjendje është banimi, por shkojnë deri në 3000 më shumë, nëse është në qendër të Shkupit ose në këto lokacione pak më atraktive për çka se di nëse. Dhe në Tetov diku deri 1500-600 maksimumi, tash minimumi mund të jetë njësoj 700-800 për ndonjë gjë shumë që kërkon renovime kështu me radhë dhe që është larg. Si e sheh këtë rritje kaq të madhe pas pandemisë, sepse e kam përshtypjen që ai moment inflacioni, sigurisht e gjithë zhvillimet, e bën një kapërcim
aty të çmimit nuk u rrit gradualisht, po u rrit për më një herë dhe vetëm ka vazhduar rritja e çmimit. Besoj është edhe kjo sferës ekonomike, po pak a shumë. Unë sa e shoh me që jam në prekin një pjesë të asaj sferës, është ndërtimi është sferë më e gjerë, apo? Po me sa e shoh, kjo është reflektim i pikrisht e përmendet i inflacionin, po sigurisht që ka të bëj edhe me forcën punëtore, me rritjen e standardi, se po ta shohim është e vërtet që rrogat e punëtorëve në nivelet ndryshme të ndërtimit janë ndryshuar, në fakt janë rrit prej para, si përmende, pandemisë, po veçanërisht edhe prej para pandemisë. Po ashtu edhe materialet ndërtimore janë rritur, e tani a është në nivelin që a janë rritur në nivelin që edhe janë rritur apo vetë vlera e banesave, e shtëpive, ajo është ndoshta mbase për të diskutuar, po edhe aty e dini ka dhe shumë faktorë tjerë që ndikojnë në vetë çmimin e këtyre banesave ose shtëpive që shiten. Janë edhe vetë lokacioni, për shembull këtu në Shkup një këto pagesat për komunalje që bëhen përpara fillimit me ndërtim, me marrjen e lejes. Tatimet, po, tatimet e këtyre rregullimit të ashtu quhet komunalje janë dallojnë varësisht nëse bëhet fjalë për pjesë qendrore të qytetit, nëse bëhet fjalë për një pjesë jashtë atij, ti themi zonës parë, qendrës apo ringut parë, ndryshe janë në zonën periferike dhe ndryshe janë mbase në zona rurale, edhe sigurisht që ajo njëherë ndikon edhe në çmimin bazë ose po të këtyre banesave. Mandej janë edhe vetë kështu çmimi i pronës, prona në qendër është më e shtrejtë se sa në periferi, dhe thash ka shumë faktorë tjerë ekonomik që ndikojnë në... Ty të duket reale si arkitekt, e dinti sa kushtojnë ato materialet, besoj, janë shtrejtuar, po nëse ishin shtrejtuar, do vlente për të gjithë njësoj. I shohim, i përmendëm pak më herët, fshinjët, zemrat tona, Shqipërinë dhe Kosovën, që kanë me të vërtet më shumë potencial, sidomos Bregdeti shqiptar, për investitor, për të blerë një banesë dhe për ta edhe në me qira i kështu me radh, pastaj e paguan e pagun ajo vetën. Kështu që ja vlen më shumë. E tani, në Bregdet të Vlorës, e ke metër katror 1.300 euro dhe qytetari ngrihet për të stonë thot shtrenjtësh. E në Shkup e ke 3.300 në qendër për çfarë? Nëse është rrituar, do me thonë, tatimi, është rritur tatimi, është rritur aq shumë më shumë për Maqedoninë? Dallon ose thash, unë jam me ty, janë çmimet janë rritur. Jo reale, apo janë. Tani prap them, është e vështirë të përkufizohet nëse janë reale ose nuk janë reale. Pse në Ferizaj shitet një banesë me çmimin 1/3 nga Tetova? Aty jemi kështu në vi ajrore e shohim njëri tjetrin. Nuk jam i sigurt nëse është 1/3, po kështu është, unë e di. Po ka dhe diçka se për shembull në Kosovë dhe në Shqipëri banesat shiten me sipërfaqe bruto, do të thotë edhe aty hyjnë edhe këto ambientet e përbashkëta, shkallët, korridori, lifti dhe këto, ndërkohë që në Maqedoni shiten me çmim neto, vetëm sipërfaqja. Qysh e blen edhe korridorin, e pagun korridorin? Po. Seriozisht? Po. Edhe ajo është në raport dikundi plus minus 1/3 ose 1/4 e çmimit brenda që është e jotja. I bie tjetë ajo sipërfaqja jashtë. Sipërfaqja jashtë që shfrytëzohet. Se edhe ajo është e banorëve, duhet ta pagojnë. Okej, po ja që këtu e vërtetë është, po këtu nuk bëhet, nuk paguhet, po me vetë blerjen ose me vetë posedimin e asaj certifikatës, po takon edhe pjesa e përbashkët. Pjesa e përbashkët e pagun 3 fish ma shtrenjtë të shqip. Është e vështirë bëhet ai krahasimi, por është e vërtetë që çmimet janë kohëve të fundit janë rritur.
Ta bëj tani një pyetje të fundit. A ma tregom drejtë, mos më përgjigj me diplomaci, nëse sot të emronin kryeinspektor me fuqi të plot. Cilën ndërtesë në Shkup apo Tetov do ta rrëzoje të parin me eskavator për të dhënë mesazh, apo do dorëzohesh edhe ti pas telefonatës së parë nga lart? Inspektor, po? Po ja i kryesori, e zoti, zoti ndërtimtarisë. Mund të bësh çfarë duash. Për natyrën nuk është se jam kështu bëj kështu nuk jam natyrë inspektori kështu. Po unë më shumë dua të krijoj se sa të themi që sot e ke forcën e plot për të ndrejsh një gabim që ti e ke parë se rin aty dhe pengon shumë dhe dëmton shumë e kështu me radhë. Nuk ke asnjë godin që do ta kishe shembur për të bënë një park ose për të bënë një për ta liru hapësirën në tjetër. Do ta pranoj që nuk është se e kam menduar në një objekt konkret, por për shembull në Tetov mund të them që edhe më herë atje përmenda, ka një strukturë relativisht të mirë të vendosur me ata 3 bulevaret që shkojnë paralele. Po nuk e di nëse e dim, po asnjëri nga ata bulevare nuk shkon nga njëri skaj në skajin tjetër. Ashtu është. Po. Po të shpërthehen këto bulevare. E dini sa lehtë do të kishte primu. Kështu që për shembull konkretisht atje mbasi do të kisha bë tentimet maksimale që të shpërthej kjo. Mandej pjesa tjetër mbasi të frymoj më lehtë qyteti, besoj se është edhe më e lehtë që të gjenerohen edhe të gjenden këto hapësira të lira, edhe ata të zhvillohen edhe të bëhen një nga ata parqe akupunkturale, si që thash, dhe që do t'ishin maksimalisht në një largësi prej 5 minuta për secilin banor. Ide e mirë, shumë e mirë. Pra për të shpërthyer rrugë do të duhesh të prishësh diçka sigurt, po nuk e di bash çka ka aty, kështu që shikues, nëse ju intereson çka do kishte rënë Besi, mund me pa çfarë ka në fillim dhe në fund aty rrugëve dhe do e dim më saktë. Okej, Besi, edhe një gjë që ju intereson besoj të gjithëve, a ke përshtypjen ti si profesionist që çmimet do vazhdojnë të rriten ose ndoshta do ketë një stop edhe një kthim prapa, sepse sipas asaj që unë shoh si konsumator, si blerës potencial, e shoh që edhe çmimet e qiras këtë muaj, tani këto 2 muaj të fundit, kanë rënë për një 20%, po edhe metër katrori, po ka shumë agjencione që po japin një çmim të ri këto 2 muaj. Edhe media gjithashtu kanë nisur të shkruajnë që banesat nuk shiten më si hallë, kështu bash. Po, edhe unë lexova diku nga ky enti statistikor që thotë që ka rënje në shitje. Tani përsa i përket çmimeve, nuk besoj personalisht, nuk besoj se do të ketë ndonjë rënje drastike, mbase mund mbetet këtu ku është, ndoshta ndonjë rënje e ulët, por afatgjatë kam përshtypjen se ato do të vazhdojnë të rriten. Nuk është se do të mbesin këtu ku janë ose do të ketë si që rritet standardi, si që shtrenjtohen gjërat. Pikrisht. Edhe këto janë disa gjëra që nuk është se mvaren nga ne. I shohim, jemi dëshmitar këtyre lëvizjeve gjeopolitike të cilat automatikisht ndikojnë edhe në jetët edhe në veprimtarit që i bëjmë edhe në çmimet që i kemi tani. Duhet të ketë një nivelizim të asaj nëse është fair, edhe nëse ka ligje të mira të cilat implementohen, duhet të ketë një nivelizim të standardit të qytetarit, një qytetar mesatar me një rrogë mesatare të mund të ketë një vendbanim të vetin, të ketë mundësi të marrë një vendbanim të vetin, që për momentin, për shumicën, nuk është e mundur, sepse është gjithnjë më e vështirë dhe më e vështirë. Shumë shtrenjtë, po. Prandaj mendoj se duhet pasur një rregullativ të re ligjore që mos mund të kërcehet çmimi saqë i ka qejf investitorit, dhe të rrihen në një normale që kontrollohet nga shteti. Të rregullohet tregu. Të rregullohet tregu në mënyrë ligjore. Thash, është pak jashtë domenit tim kjo. Ashtu si që rregullohen edhe çmimet e ushqimeve e kështu me radhë. Shive, ndërtimi është besoj se është pak më komplekse se këto veprimtari tjera dhe rregullimi i çmimeve dhe vetë tregu thash zakonisht e rregullon çmimin.
referohem jo vetëm këtu te ne, po gjithandej. Më thënë, kur them gjithandej, duke fillu nga, nuk e di, vende pak më të zhvilluara se ne, i përmendëm Londrën dhe New Yorkun, edhe atje. Atëherë bie që qytetet tona do jenë të blera nga mërgjimtarët dhe do rrim banesat bosh, kurse ne rezidentët do jetojmë te prindërit ose me qira. Te banesat e mërgjimtarëve. Me qira. Nuk e di. Besoj se nuk do të vi deri në atë nivel, po thash, është pak komplekse, kështu që të parashihet përpara kjo puna e trendeve të shitjes edhe të si thash të ndërtimit të objekteve të reja, po ta shohim. Ta shohim, patjetër. Ne vazhdojmë krahas projekteve, si them, rezidenciale, komerciale, vazhdimisht jemi të angazhuar edhe në projekte të cilat na sjellin buk. Po edhe fjalën e kam për projekte të cilat e prekin këtë domenin e publikes. Okej. Në disa raste bëjmë edhe si punë studimesh se si mund të zhvillohen, si mund të përmirësohet. Edhe dua të them që ajo gama e projekteve është bollë e gjerë. Përveç projekteve këtu, te ne punojmë edhe diçka edhe jashtë, diçka sigurisht edhe në rajon, përmendëm Shqipërinë, Kosovën, po punojmë edhe në diçka në Gjermani, diçka në Zvicër. Shumë mirë. Në Kazakistan diçka. Patëm punu diçka në Oman. Po. Uroj që sukseset dhe puna të rritet shumë. Besi, Faleminderit shumë. Të kesh të gjatë mirat në jetë dhe faleminderit shumë që erdhe sot dhe folëm troç për kaosin urbanistik, por edhe për çmimet që janë çik të larta. Po, e vërtet. Faleminderit edhe ty. Ishte kënaqësi. Një format shumë interesant. Faleminderit. Ky ishte troç. Fjala siç është.